Kjo video është për të gjithë ju kosovarët, për mikpritjen tuaj, për vullnetin tuaj, për gjithçka që e përqafuat sistemin përfaqësik transformues me kaq shumë dashuri dhe e përjetuat nga afër këtë metodë dhe i patë rezultatet dhe çlirimin vetëm me një seancë nga afër. Për shumë nga ju që deshët të rinja akoma dhe më shumë, ju falenderoj. Falenderoj Dianën për hapjen e zemrës, të gjitha femrat kosovare që me dashuri më kushtuat kohën dhe më ndihmuat për çdo gjë. Për të gjithë ju që erdhët nga shtetet e tjera për të përjetuar këtë seancë nga afër. Dhe këtë dua t'ju them të gjithëve juve që shikoni këtë video, mirënjohje. Provojeni ta përjetoni nga afër sistemin përfaqësik transformues për të liruar plagët e vjetra, për të vënë hierarkinë në familje, për të gjetur vendin tuaj në familje, për të mos marrë peshat e të tjerëve, për të pastruar çdo gjë që ju bllokon. Energjitë janë kaq të forta që nuk na lejojnë më që të rrim në vend numëro. Do bëhet zgjedhja nga hira dhe sitari që i themi, nga e mira dhe e keqja, nga shapi dhe sheqeri, siç i themi ne në Shqipëri me fjalët e popullit. Prandaj, për të gjithë juve që rini dhe mendojeni dhe ktheni vetëm në të shkuarën, vetëm mendojeni çfarë ju ka ndodhur dhe qëndroni në vend numëro, kjo nuk është zgjidhja. Zgjidhja shpirtra të bukur dhe në evolucion është të bëjmë diçka ndryshe, të ngrihem dhe të marr një vendim dhe të bëj diçka ndryshe. Diçka ndryshe mund të bësh dhe jam këtu të të tregoj rrugën dhe si individ dhe në grupe si mund të dalësh nga çdo rrugë që nuk ke dalë deri tani, të largohesh nga e kaluara, të mos mendosh çfarë do ndodhi në të ardhmen, po të jetosh ditën e sotme sikur ishte dita e fundit e jetës tënde. Dhe këtu dua të bëj një pyetje. Nëse ti që më dëgjon aty, nëse sot do të thosha që është dita e fundit e jetës tënde, çfarë do bënje ti për veten tënde që të plotësonje atë dëshirën që e ke patur dhe nuk e ke plotësuar? Çfarë vërtet pyete veten tënde me dorën në zemër? Për të gjithë ju që jeni të interesuar të bëni diçka ndryshe dhe doni ta filloni që sot e tutje jetën, jam këtu dhe më pyesni në privat çfarë mund të bëjmë. Kudo që jeni shqiptar në të gjithë botën, jam këtu të vi atje ku jeni dhe ju, dhe pse jo të vini dhe ju atje ku jam dhe unë. Gjërat ndryshojnë vetëm kur ne i shikojmë dhe dalin në sipërfaqe dhe i lirojmë. Dhe këtë mund t'ja vërtetoj, por vetëm duke e përjetuar edhe ju metodën e sistemit përfaqësik dhe shumë gjërat që kam përgatitur për ju dhe Akademinë e Dritës me 46 programe të përsosura për çdo njëri nga ju, për çdo problem, çdo pengesë që keni patur deri tani, për të punuar me çdo program 21 ditor. Zgjidhje ka, por ti do bësh pjesa e zgjidhjes tënde. Unë jam këtu të të tregoj rrugën, por rrugën dhe vendimin do ta marrësh vetëm ti. Dhe këtu dua të të them që vetëm ti që shikon këtë video do marrësh përgjegjësinë e jetës tënde. Jeta jote është ajo që ti sa shumë rëndësi ke dhënë vetes. Dhe mos më thua që deri tani kam ndihmuar të tjerë. Po, mund të ndihmojmë të tjerët, por nuk mund të ndihmosh as edhe një njeri nëse ti dhe unë nuk e ndihmonja dot veten time.
kur unë mbushem plot mund t'i jap të tjerëve. Nga bosleku nuk mund t'i japësh asgjë. Ndaj, erdhi koha të lidhesh me veten tënde, t'i plotësosh dëshirat vetes tënde dhe të shikosh që gjendja në familje, në punë, në shoqëri kudo do ndryshoj. Ju dua shumë muaj të mbar dhe më ndiqni dhe shpërndajeni këtë video dhe në njerëz të tjerë. Më ndiqni këtu në TikTok, në Facebook, në YouTube, në Instagram, në Telegram, kudo, dhe shikoni dhe faqen e internetit tim, që do t'ja u le të shkruaj këtu në video, dhe kërkojni në privat nëse nuk e gjeni, dhe komunikoni në Telegram, në Viber dhe në WhatsApp për më tepër informacione. Ju dua shumë dhe ju jap dashuri nga ajo që më tepron. Ju dua shumë.